Çfarë mund të bëjnë këta mësues, ndodhur në këto kushte dhe teksa çështja është sigurisht në gjykat? A kanë opsione, le të themi, ligjore vetë mësuesit? Mësuesit mundet që gjithsecili për ty të ngritet padi individuale në gjykat për të kundërshtuar vendimarrjen e zëvave. Sepse zëvat u kanë kthyer përgjigje dhe u kanë thënë që dosja juaj është me 0 pikë. Pra nuk mund të futeni dot në provimin për kualifikim. Gjithsecila apo gjithsecili për mësuesve ka pasur mundësinë që të drejtohet gjykatës. Po ne dim se sa të shantazhuar janë mësuesit. Dhe se sa të pa guximshëm mund të themi janë për të reaguar kundrejt një institucioni që i ka marrë në punë dhe kanë frikën se mund t'i largojnë nga puna. Sepse ne kemi raste pafund që ka edhe hakmarrje të tilla, i largojnë nga puna. Por gjithsesi unë mund t'i bëj thirrje mësuesve, pra kujdo mësuesi që është prekur nga ky udhëzim që të na bashkohet nesër dhe t'jemi bashkë për në momentin ku do ta dorëzojmë këtë padi në gjykatën administrative të apelit, të shpresojmë që të merret një vendim për pezullimin e këtij udhëzimi dhe të jepet mundësia mësuesve të futen në provimin e kualifikimit dhe nuk do të ishte keq nëse ne do kishim një shfrytëzim të këtij udhëzimi dhe të ishte një lloj mësimi për Ministrinë e Arsimit që të mos bëjë vendime të tilla apo udhëzime të tilla që pengojnë rritjen e performancës, rritjen e standardeve dhe të cilësisë së mësimdhënies së mësuesve të cilët i kemi sot në arsim. Në momentin që gjykata, po themi në raste më të keq, nuk e merr parasysh fare këtë kërkesë tuaj. Atëherë mund të jetë organizimi vetë mësuesve. Mund të jetë organizimi vetë mësuesve, i sindikatave të mësuesve, i organizatave të shoqërisë civile për të bërë bashkë dhe për të reaguar ndoshta që ky është një veprim i padrejtë. Ky është një veprim i padrejtë në gjykimin ton, është edhe ashtu siç po them na trajton në mënyrë pa barabartë, na tjetërson qëllimin e ligjit dhe shpresoj shumë që gjykata të jetë aty për të vendosur drejtësi, por edhe nëse gjykata do të marrë një vendimarrje tjetër, unë mendoj se do t'i mbetet mësuesve si një lloj detyre për t'u bërë bashkë, e di se është e vështirë, por t'jetë një moment që ata të bëhen bashkë për të drejtat e tyre dhe për mos me pasur këtë lloj problemin e stresit që ata kanë sot.